Eficienca e energjisë elektrike është kthyer në domosdoshmëri dhe kusht themelor për të minimizuar ndikimet në mjedis. Në rikonstruksionin e konviktit 20 dëshmorët në Kukës, pjesë e projektit është edhe instalimi i sistemit fotovoltaik. Inxhinieri Nduegjasi thotë se përmes paneleve që janë instaluar në qatinë e konviktit sigurohet 140 kWh energji, e mjaftueshme kjo për të përmbushur pjesën më të madhe të nevojave që do të ketë ky instruksion. Është 140 kW, pra kapaciteti është i konsiderueshëm dhe është i mjaftueshëm për konviktin që bëhet fjalë për rastin konkret. Përmes sistemit të fotovoltaikëve, energjia sigurohet thuajse për gjatë gjithë vitit, por në varësi të intensitetit të dritës bie edhe prodhimi. Nuk është i varur fare nga koncepti diell apo re. Ai funksionon gjatë gjithë kohës mbi bazën e dritës, kuptohet mbi bazën e intensitetit të dritës, pastaj fuqia është më e konsiderueshme. Sipas inxhinierit, punimet për rikonstruksionin e konviktit po ecin sipas parashikimeve. Një pjesë për tyre janë drejt finalizimit. Kanë mbaruar qatia, kanë mbaruar rekonstruksioni total i sistemit elektrik, sistemit të ngrohjes. Konvikti 20 dëshmorët po i nënshtrohet rikonstruksionit të plot. Ai është pjesë investimeve për kampusin e shkollës profesionale në Kukës. Aktualisht janë të akomoduar rreth 90 nxënës, një numër i cili ka ardhur në rënje vit pas viti.